Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Dështoi për 13 herë me radhë konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Seanca nisi sërish me tentativën e lëvizjes vendosje për krimin një komisioni ad hoc për votim të fshehtë. Kryesuesi Avni Dari kërkoi nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe që të bëjë propozimin e vet për komision. Edhe këtë herë, ata nuk pranuan që të propozojnë kandidatët dhe nuk morën pjesë në votim. Dari këtë herë ndali fjalën deputetes e LDK-s Hykmete Bajrami. Dola këtu për të thënë se mundesh me na thirr 48 herë për 48 orë, tha Bajrami. Edhe në këtë seancë me 56 vota pro dhe 1 kundër nuk pati quorum për formimin e komisionit. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Joana Lushaku Sadriu, tha se pamundësia e sigurimit të shumicës së votave nga vetvendosje tregon se gjatë këtyre 4 viteve të kaluara ka dhënë shembull të keq për bashkëpunim. LDK-ja ka qëndrimin e njëjtë, ka dhënë një sugjerim se si do të mund të dilnim prej këtij ngërçi politik. Kjo është një shpërfaqje vërtet e një partie që ka dalë para në zgjedhje, por nuk po arrin ta formojë shumicën. Është vërtet e pakuptueshme qysh një parti nuk po mundet me formu shumicën, por kjo jep shpjegim që kjo parti përgjatë 4 viteve të kaluara ka dhënë shembull të keq bashkëpunimi, nuk ka lënë hapësirë për partneritet dhe kjo duhet të shërbejë si mësim për gjithë partitë politike, por posaçërisht për vetvendosjen. Ministri i Detyrës Bujqësisë Faton Peci tha se do të vazhdojnë përpjekjet që të themelojnë komisionin i cili do të ketë mandatin të verifikojë votat për kandidatin për kryetare të kuvendit. Na çdo ditë vina me vullnet pozitiv, me shpresë që edhe partitë tjera politike opozitare do të reflektojnë për nevojën edhe domosdoshmërinë që Kosova të ketë institucione në radhë parë duke konstituuar kuvende. Rrjedhimisht i bie që ne do të vazhdojmë të bëjmë përpjekje që të themelojmë komisionin i cili do të ka mandatin të verifikojë votat për kandidatën tonë për kryetarët të vendit. Sipas tij, opozita nuk është në gjendje të votojë asnjë nga kandidatët e shumicës parlamentare. Shefës grupit parlamentar të LDK-s mendoj që ishte korrekte dhe sinqerte. Ja deklaroi që për asnjë emër që është propozimi i lëvizjes vetvendosje, ata nuk e votojnë. Secili prej kandidatëve ose deputetëve të lëvizjes vetvendosje guxon dhe alternative që potencialisht do të ishte në propozim ose në nominim, rrjedha e procesit votimit partive opozitare do të ishte e njëjtë. Ramush Haradinaj tha se të drejtojnë gjykatës kushtetuese me kërkesë që të vlerësojnë kushtetueshmërinë e vendimeve të marra nga kuvendi. Ne kemi përgatitur një kërkesë për vlerësim, do t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese me kërkesë që ta vlerësojë kushtetueshmërinë e vendimeve të marra në kuvend. Sot jemi në konsulta dhe me Partinë Demokratike dhe LDK në mënyrë që 10 deputeti drejtojnë gjykatës, tha kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, është gati të shqyrtojë propozimin e Aleancës që t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese për të vlerësuar kushtetueshmërinë e situatës në kuvend. Nuk e kam po ende lëndën, sa po u njoftova, ju dini që për çfarë përket dërgimit të rasteve të caktuara në gjykatën kushtetuese, Partia Demokratike vetëm gjatë mandatit të ish qeverisë kurte i kemi dërguar 11 dhe i kemi fituar 11, por kemi ekspertizën e duhur për me i vlerësu. A duhet me u dërgu diçka, do ta shqyrtojmë pa paragjykim dhe do të marrë mendimin e ekspertëve të PDK-s, pastaj do të komunikoj edhe me kolegët edhe nga AK-ja. Por sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për të ofruar marrëveshje nëse ndryshon emri i kandidatit për kryetar të kuvendit. Është 13 herë që vim këtu. A duhet marrë dhe 13 herë tjera në mënyrë që të ketë një rrugdalje? Shpresoj që ju nuk do duhet as të vinte deri tek kjo situatë që jemi, sepse është në dorën e lëvizjes vetvendosje që ta zhbllokoj me propozimin e kandidaturës pranueshme. Deputeti Nismë Social-Demokrate Fatmir Limaj komentoi zhvillimet e fundit politike duke theksuar se është koha që forcat politike të marrin përgjegjësi për gjendjen aktuale në vend. Ai tha se ditët e fundit ka pasur lëvizje shkëmbime letrash mes partive politike duke përfshirë partinë e parë dhe të tretë, por theksoi se tani duhet të kalohet në veprime konkrete. Nuk kemi pasur ftesa nga askush. Unë pres që në këtë frymë forcat politike të jenë të përgjeshme edhe të kryejnë misionin që e kanë para votuesve të vet, secila nga ne. Nisma këtë drejtim do të jap kontributin e vet sipas fuqisë që e ka. Ai ngriti alarmin për situatën ekonomike duke thënë se ajo nuk ka qenë kurrë më keq dhe shtoi se vendi duhet të lëvizë edhe në aspektin diplomatik. Të gjithë do të kuptojnë që institucionet Kosova urgjent duhet me i pas. Bota rajoni rreth neve është në trazim. Kosova nuk e ka luksin me vazhdu me vetë kështu. Sa më shpejt na duhet institucione, sa më shpejt na duhet një qeveri në punë, e cila e jep dinamik dhe impulseri ekonomisë. Gjendja ekonomike në Kosovë kur më keq ka qenë.
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, njoftoi se ka dorëzuar 17 kallëzime penale ndaj kryeministrit Albin Kurti dhe ish-ministrave të kabinetit. Sipas deputetës së LDK-s, kallëzimet janë për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe tejkalim të autorizimeve, pasi ministra dhe kryeministri qëndrojnë në pozitat e tyre pas certifikimit të rezultateve zgjedhore më 27 mars duke shkelur ligjin. Bajrami tha se sipas ligjit një antar i qeverisë duhet të japë dorëheqje një ditë përpara datës së certifikimit, por ata kanë vazhduar të mbajnë pozitat dhe të marrin vendime. Duke qenë se prej datës e certifikimit edhe sot vazhdojnë të qëndrojnë në zyrat e ministrive duke shfrytzuar resurset, duke marrë vendimet të cilat kanë pasoja financiare dhe pasoja të tjera dhe duke shfrytzuar resurset e institucioneve të Republikës e Kosovës, këta deputet kanë konsumuar vepër penale e sankcionuar kjo në nenin 414 të kodit të procedurës penale. Andaj edhe kemi dorëzuar këto kallëzime penale. Deklaroi Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ambasada britanike në Kosovë bë thirrje deputetëve të zgjidhin ngërçin e krijuar. Ambasadori Johan Hargraves kërkoi një angazhim të menjëhershëm nga liderët politik për të formuar një kuvend dhe një qeveri funksionale. Ambasadori theksoi se pas më shumë se 3 muajsh nga zgjedhjet e fundit, është koha për të përmbushur pritshmëritë e qytetarëve dhe për të siguruar stabilitetin institucional të vendit. Populli ka të drejtë të presë që liderët e tyre politik të punojnë së bashku për interesin kombëtar, deklaroi ambasadori britanik në Prishtinë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Aeroporti i Vlorës është gati të presë fluturime. Në inaugurimin e udhëtimit të parë certifikues, kreu i qeverisë shqiptare tha se projekti ishte teje sfidues duke patur parasysh terrenin që ishte 2 metra në nivelin e detit. Çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot për të garantuar një platformë solide të kategorisë më të lartë ndërkombëtare dhe patjetër me të gjithë parametrat e cilësisë të cilat do të certifikohen nga institucionet ndërkombëtare. Krahas asaj, kryeministri informoi se kompania Air Kosova do të operojë në aeroportin e Kukësit. Kompania, tha kryeministri, është regjistruar në janar të këtij viti dhe po punon për të siguruar avionët. Është regjistruar zyrtarisht kompania, një kompani e re shqiptare, tani juve të Kosovës do prekeri në mënyrë të posaçme, një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kukësit. Mund ta tregojmë pak? Po. Air Kosova do të jetë kompania tjetër. Sipas kreut të qeverisë shqiptare dhe me zhvillimin e sezonit, territori do të jetë një magnet i fuqishëm për turistët e huaj. SPAK merr masat për të parandaluar krimet zgjedhore në veri të vendit. Kreu i saj, Altin Dumani, udhëtoi drejt Shkodrës me kreun e prokurorisë, drejtorin e policisë së qarkut dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve ligjzbatuese. Dumani kërkoi që në rastet kur ka akuza apo deklarata publike për shitblerje vote, personat që të bëjnë këto akuza të thirren për të bërë kallëzim në polici dhe prokurori dhe të mos neglizhohen si raste. Kreu i Partisë Demokratike konsideroi 100% transparente kontratën e tij të konsulencës me Krisla Civita. Ka një kontratë me Krisla Civita absolutisht jo për lobik. Për këtë t'jemi 100% sigurt. Kontrata me Krisla Civita është kontratë për konsulencë elektorale. Dhe këto janë të ndryshme në ligjin amerikan. Pra, kjo është e vërteta. Në një konferencë për shtyp, Sali Berisha premtoi se kontrata dhe pagesat do të depozitohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve sipas kërkesave ligjore. Çdo pagesë, çdo transakcion do të depozitohet në kohën e duhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve siç kërkon ligji. Por mos harroni, sigurisht La Civita është personaliteti më i shquar në domenin elektoral që ka shkel ndonjëherë në Shqipëri. Dhe unë e kuptoj kurreshtjen e normale të gazetarëve. Por këtu kompani konsulence ka patur gjithnjë. Bota. Kardinali amerikan Robert Prevost i Shteteve të Bashkuara të Amerikës zgjitet papa i 267. Ai do të njihet si Leo i 14. Është era e parë që në krye të Vatikanit do të qëndrojë një papa amerikan. Prevost e kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij si misionar në Amerikën e Jugut dhe së fundmi drejtoi një zyrë në Vatikan për emërimin e peshkovëve. Pritet që Prevost të vazhdojë të mbështetet në reformat e Papa Franceskut. Në intervistë për Vatican News, pak pasi u bë udhëheqës së dikasterit për i peshkvit, Prevost tha se konsideron veten misionar. Thirrja ime, si ajo e çdo të krishteri, është të jem misionar të shpallur ngjillin kudo që të jesh, deklaroi kardinali Robert Prevost.
La pace sia con tutti voi. Paqja me ju të gjithë ishin fjalët e para të Papa Leo XIV teksa u drejtua turmës në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore, che ha dato la vita per il gregge di Dio. Kjo është përshëndetja e parë e Krishtit të ringjallur, bariu të mirë që ka dhënë jetën e tij për Zotin, shpjegoi Leo XIV përshëndetjen para besimtarëve. Zoti na do, Zoti i do të gjithë, e keqja nuk do të mbizotrojë, tha ai në italisht, teksa ju drejtua turmës së mbledhur në Vatikan. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Ne duhet të përpiqemi së bashku të jemi një kishë misionare, një kishë që ndërton ura dhe dialog, tha Papa Leo XIV në fjalimin e tij në balkonin e Bazilikës së Shëmpjetrit. Vazhdon përshkallëzimi i tensioneve midis Indisë dhe Pakistanit. Zyrtarët indianë thanë se Pakistani qëlloi me raketa dhe drone instalime ushtarake në Indi dhe në Kashmirin administruar nga India. Islamabadi e mohoi këtë pretendim duke akuzuar New Delhin për përhapje të dezinformatave. Ushtria e Pakistanit tha se rrëzoi 16 dronë brenda vendit të njëjtën, ndërsa Ministria e Mbrojtjes së Indisë tha se kishte neutralizuar një sistem mbrojtjeje ajrore në Lahore dhe kishte shkatruar drone pakistaneze të vendosur në rajonin e kontestuar të Kashmirit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përshëndet marrëveshjen me mineralet të miratuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas një bisede telefonike me Donald Trump, kreu i shtetit në Ukrainë tha se nuk ka pasur kur një marrëveshje kaq premtuese ekonomike në marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo është një përpjekje e përbashkët investimi me SBA-n për dekadat e ardhshme. Aktualisht ai formon një bazë të fortë për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe në planin afatgjat. Ofron një mundësi për Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik me përfitim të ndërsjellët për të zhvilluar industri dhe për të krijuar vende pune në të dy vendet si dhe për të siguruar përparim teknologjik, shkroi Zelensky, ndërsa nuk nguan thirrjet për një armpushim tridititor pa kushte nga Rusia. Presidenti i SBA-s Donald Trump bën thirrje për një armpushim tridititor pa kushte midis Rusisë dhe Ukrainës, duke thënë se ai duhet përfundimisht të çojë drejt një marrëveshjeje paqe. Shpresojmë që do të respektohet një armpushim i pranueshëm dhe të dy vendet do të mbahen përgjegjëse për respektimin e këtyre negociatave të drejtë, tha Trump në platformën e tij Truth Social. Ai paralajmëroi se nëse armpushimi nuk respektohet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e tyre do të vendosin sanksione të mëtejshme. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.